Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin wa tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës pikat e dobta në moralet e jo besimtarëve dhe perceptimi i gabuar i tyre. Do të mbështetemi në ajetet e surës Hud nga ajeti 8 deri në ajetin 11, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Nëse ne u ashtyjmë dënimin për një kohë të shkurtër, ata me siguri do të thoshin: cili po e vonon? Por ditën e dënimit asgjë nuk do t'u largoj atë dhe do t'i përfshi ajo që ata e përqeshin. Kur ne japim njeriu të shijojë mëshirën tonë, e më pas ja heqim ata, ai atëherë bëhet shpresë humbur dhe mohues. E kur pas fatkeqësisë që ka goditur ata, ne japim dhunti, ai me siguri do të thotë: gjunahet e mia janë larguar nga unë. Atëherë bëhet i gëzuar e mendje madh. Nuk janë të tillë vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për ata do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Nga ajeti 8 deri në ajetin 11 të surës Hud. Në këto ajete, të nderuar dëgjues dhe shikues, ka një sqarim për anët e gjendjes shpirtërore dhe pikat e dobta në moralet e këtyre individëve, të cilat e tërheqin njeriu drejt në skëterën e errësirës dhe të shkatërimit. Cilësia e parë që përmendet për këta individ është tallja dhe përbuzja e të vërtetave, indiferentizmi ndaj tyre dhe ndaj çështjes së së ardhmes. Këta njerëz, për shkak të ignorancës, mosmirnjohjes dhe vetkënaqësisë së tyre, kur i dëgjojnë kërcënimet e profetëve për dënimin e ofenduesve dhe ndëshkimin e tyre, e pasi kalojnë ditët dhe Allahu i lartësuar u avonon ndëshkimin me mëshirën e tij, ato thonë me tallje: cili është shkaku që Allahu pa e vonon dënimin dhe ndëshkimin, dhe ku është ndëshkimi Allahut xhaleshanhu? Pra kaq të ulët mund të bëhen këto besimtarë, saqë vjen në dyshim edhe pra fuqinë Allahut xhaleshanhu, Allahu na ruaj nga kjo gjë. Dhe Allahu i përgjigjet duke u thënë: nëse ne u ashtyjmë dënimin për një kohë të shkurtër, ata me siguri do të thoshin: kush pa e vonon? Pra, në këtë ajet, në gjuhën arabe, për ta lexojmë ajetin, përmendet fjala ummetun dhe në këtë ajet ka ardhur me të njëjtin kuptim, me kuptimin kohë, dhe për këtë është shkruar me një fjalë të limituar në numër. Kështu që kuptimi i ajetit është se nëse ne u avonojmë dënimin për një periudhë të shkurtër, ato do të thonë: çfarë ndalon atë të na ndëshkojnë ne? Mbi të gjitha këto që sapo tham. Ky është zakoni i ignorantëve dhe mendjemëdhenjve. Sa herë që gjejnë diçka që nuk përputhet me dëshirat dhe egot e tyre të kota, ata e konsiderojnë me tallje dhe me përçmim çdo gjë që ndodh në këtë botë. Dhe për këtë arsye, kërcënimet dhe paralajmërimet që zgjojnë dhe i trondisin njerëzit e së vërtetës, ata i marrin me tallje dhe përbuzje, duke u tallur me pozitën e tyre njësoj si ai që luan me zjarrin. Pra një nga pikat e dobta dhe të ulta dhe perceptimi i tyre i gabuar është pikërisht ky, tallja dhe përbuzja e urdhrit të Allahut xhaleshanhu dhe tallja dhe përbuzja e asaj çfarë ka caktuar Allahu për njerëzit. Kurani familjar i paralajmëron qartazi dhe u përgjigjet se ata nuk ka kush t'i mbrojnë nga dëshkimi i Allahut kur ai të vijë. Për këtë, Allahu i lartësuar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim, por ditën që do t'u vijë dënimi, asgjë nuk do t'u largoj ata. Dhe se ata që tallen me këtë, pra me dënimin, do t'i kaploj dhe do t'i shkatroj ky dënim nga Allahu xhaleshanhu, sepse na e përmend Allahu në Kuranin familjar, dhe do t'i përfshi ajo që ata e përqeshnin. Vërtet, në atë kohë do t'i dëgjosh të bërditurat e tyre deri lart në qiell dhe ato do të pendohen për fjalët e turpshme që kanë thënë, por në atë kohë
të bërtiturat e tyre nuk do t'u mjaftojnë dhe nuk do t'i shpëtojnë dhe nuk do të bëjnë fajde për pendimin e tyre dhe nuk do jetë pendimi i tyre i vlefshëm në atë kohë, sepse koha e pendimit ka mbaruar në ato momente. Një prej pikave të dobësisë së këtyre njerëzve është durimi i pakët përballë problemeve, vështirësive dhe kufizimit të begative hynore. Ku në ajetin që vijon, gjejmë fjalën e Allahut të Madhëruar, se thuhet: kur ne i japim njeriu të shijojmë mëshirën tonë, e më pas ja heqim atë, ai atëherë bëhet shpresë humbur dhe mohues. Edhe pse kjo shprehje trajton njeriu në trajtën e tij të përgjithshme, ajo që synohet me fjalën njeri në ajet, dhe në ajete të tilla janë individët që nuk kanë marrë kulturën e shëndosh si dhe të devijuarit nga rruga e mesme. Pika e tretë e dobësisë së këtyre njerëzve, pra jo besimtar, është se kur kënaqen me mirësitë dhe ndihen në luks dhe mirëqenie, ata i kaplon një gëzim, mendjemadhësi dhe vetkënaqësia në atë shkallë sa harrojnë çdo gjë dhe i duket vetja sipëror dhe shkelin çdo njeri që kanë nën tyre. Kjo është një gabim i madh dhe prandaj quhet dhe nga pikët e dobta në moralet e tyre dhe perceptimi i tyre i gabuar, i mirësive, i çdo gjëje që ekziston në këtë botë. Për këtë, Kurani familjart na tregon një fenomen me thënien e Allahut të Madhëruar, kur thuhet: e kur pas fatkeqësisë që ka goditur atë, ne i japim dhunti, ai me siguri do të thotë: gjunahet e mia janë larguar nga unë. Atëherë bëhet e gëzuar e mendjemadh. Një supozim tjetër në komentimin e fjalës gjunahet e mia janë larguar nga unë, persona të tjerë kur i godet ndonjë fatkeqësi apo vështirësi, pastaj Allahu i lartësuar bashkëmbën atë fatkeqësi me mëshirë dhe begati nga ana e tij, ata do të thonë: me të vërtetë, fatkeqësitë dhe vështirësitë e mëparshme kanë qenë shlyerje e mëkateve tona dhe këto mëkate janë pastruar. Për këtë jemi bërë prej të afërmve të Allahut të lartësuar, prandaj nuk ka nevojë për pendim dhe për të kthyer në oborrin e tij. Allahu na ruajt nga këto mendime dhe na bëft për atyre të cilët ndjekim rrugën e drejtë, urdhrat e Allahut dhe kërkojmë në çdo milisekond, as sekond jo, të jetës tonë që pendimin dhe kthimin gjithmonë te rruga e drejtë, sado gjunahe të mëdha ose të vogla të kemi bërë. Më pas Allahu i lartësuar, të nderuar dëgjues dhe shikues, i veçon besimtarët musliman, pasi e vëmrej në ajetet kuranore kur Allahu jep dënimin, dëshkimin e jo besimtarëve, qetëson dhe besimtarët në fundin e ajeteve duke i dhënë lajme të mira dhe tyre. Ku Allahu i veçon besimtarët e sinqert, të cilët u bën ballë fatkeqësive dhe vështirësive me durim dhe nuk e lën pas dore kryerjen e veprave të mira. Këto janë larg vetkënaqësisë, mendjemadhësisë dhe horizontit të ngushtë që ka kjo botë, ku përmendet në ajetet kuranore, nuk janë të tillë vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira. Pra nuk janë të tillë, nuk janë mendimdhënj, nuk janë të vetkënaqur, nuk janë mosmirnjohës, por janë ato të cilët durojnë, bëjnë vepra të mira dhe besojnë në Allahun xhaleshanuhu, pra besimtarët e vërtetë. Këto njerëz nuk mburren dhe nuk e harrojnë Allahun kur i kanë të gjitha mirësitë, nuk bëhen pesimist kur i godet fatkeqësia dhe kur sprovohen me vështirësi, nuk e mohojnë Allahun xhaleshanuhu. Dhe kundërta e besimtarit ndodh me besimtarin. Ky është dhe perceptimi i gabuar i tyre, ku ato mburren dhe harrojnë Allahun kur kanë mirësi, bëhen pesimist kur i godet një fatkeqësi dhe vështirësi dhe kur sprovohen, harrojnë dhe bëjnë kufër, Zot na ruajt nga kjo gjë, pra e mohojnë Allahun xhaleshanuhu, sepse ecin me interesat e tyre dhe nuk ecin me fjalën e Allahut të Madhëruar. Madje po të bëjmë një krahasim midis besimtarit dhe jo besimtarit, do të vërejmë se shpirtrat e tyre të lartësuar të besimtarëve dhe mendjet e tyre të shëndosha i kanë bërë ata që t'i trajtojnë me drejtësi begatit dhe sprovat e vështira në vetat e tyre, pa u shkujdesur ndaj hutimit nga përmendja e Allahut dhe zbatimi i përgjegjësive të tyre. Dhe për këtë, ata padyshim do të kenë shpërblime dhe falje nga Allahu i Madhëruar, që thuhet edhe në Kuranin e Shenjtë, për ata do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Pra, siç thotë një shprehje, i duruari fituari, pra njeriu i cili duron, bën vepra të mira, zbaton urdhrat e Zotit të gjithësisë, sepse ai është krijuesi ynë, do të jetë ai fituari jo vetëm në këtë botë,
por edhe në botën tjetër. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju.